Doktoresha Nagjia Imami Paqarizi, pediatre, duke folur për punën që po bëjnë në Maj Poliklinik. Në mes të tjera, është ajo pohon se në poliklinikën tonë bëhet ekzaminimi pediatrik sipas sistemeve të fëmijëve të sëmurë dhe të shëndosh. Bëhet matja peshës së fëmijëve, gjatësia trupore, perimetri kokës, shikonet dhe lëvizjet e bebës dhe anomalit e mundshme, si dhe tregon dhe shërbimet të tjera dhe pastaj vazhdoi. Në poliklinikën tonë bëhet ekzaminimi pediatrik sipas sistemeve i fëmijëve të sëmurë dhe atyre të shëndosh. Bëhet matja e peshës së fëmijëve, gjatësisë trupore, perimetrit të kokës. Shikohet për reflekset e bebës ekzistuese që janë. Shikohet për anomalitë e mundshme. Pastaj bëhet ekzaminimi i kërllokllave, jipen këshillat për profilaks antirahitike si dhe vaksinim sipas kalendarit të vaksinimit. Rëndësi të posaçme i kushtojmë ushqyerjes, sepse ajo pasqyron gjendjen e përgjithshme të shëndetësore të fëmijëve. Çdo fëmijë duhet të ushqehet ekskluzivisht me qumësht gjiri të paktën 6 muajt e parë të jetës për të arritur rritjen, zhvillimin dhe shëndetin optimal. Qumështi i gjirit është ushqim ideal i foshnjës, i përshtatshëm tërësisht për nevojat e fëmijës. Gjithdhënia e suksesshme varet nga mënyra se si nëna e afron fëmijën vetes. Ekzistojnë 2 teknika, është puthitja e mirë dhe pozicionimi i mirë. Përparësitë të ushqyerit me qumësht gjiri janë ushqim i përsosur, ideal për fëmijë. Lehtë është i tretshëm sepse sistemi i tretjes si fëmijëve është i papjekur, mbron nga infeksionet, është steril direkt nga nanat e fëmija kalon, përmban imunoglobulinën A, e cila e mbron nga smundjet e ndryshme, nuk shkakton reakcion alergjik, parandalon obezitetin dhe nënushqyeshmërinë, ka temperaturë normale, është mënyra më e lehtë e ushqyerjes së fëmijëve dhe stimulon lidhjen emotive dhe fizike nën fëmijë. Doktoresha pohon se mbështeten edhe fëmijët në formul, ku ata gjenden dhe me njoftimet për ushqim me formul, ku reagon se si duhet dhe të ushqehet. Duhet të mbështesim edhe nanat të cilët për shkak të smundjes së vet apo të smundjes së fëmijës i ushqejnë fëmijët me formul. Vinë në poliklinikën tonë dhe demonstrojmë na si të përgatitet ushqimi formul. Pas muajit të 6 duhet të jipen fëmijëve ushqim shtesë. Jipen pra 1 deri 2 shujta edhe atë 4 deri 6 lugë të mesme. Jipen çudhra perimesh prej patateve, karotave, ngullit edhe të spinaqit. Bardhën e ves e zijim mirë pa të bardhën e ves sepse ajo shkakton alergji. Jipen supa të trasha, perimesh, çumna, drithnash. Frutat sezonale janë si burim kryesor i vitamineve, kriprave minerale dhe karbohidrateve. Këto çullna fillojmë me çullmolle, dardhe, kumlla, pjeshke. Fëmijët që ushqen me qumësht gjini, aty ne ju jipen 3 shujta shtesë, ndërsa fëmijëve me formul 5 shujta. Doktoresha bën me dije se në këtë poliklinik kujdesi veçantë post shëndetit të rriturve i kushtohet kujdesi veçantë edhe fëmijëve. Prandaj duke vizituar këtë poliklinik, bëni hapin drejt shëndetit të familjeve tuaja. Pas muajit të 6 ju shtohet në ushqim edhe mishi i bardhë i pulës, shtohet edhe ndërsa muajin e 7 mish viçi i bluar. Në muajin e 8 jepet mishi peshkut, pa hala i zier apo i pregaditur në avull. Pas në viti i pete bardha e ves, mjalta, dreza, manafera, kivi. I vetmi ushqim, i cili nuk ndërpritet, edhe kur ka fëmija barkqiti, është gjithanja, dërsa çdo ushqim tjetër ndërpritet dhe zamencohet me lang të rizit apo me çajna. Prandaj këshillojmë nanat e reja që të vinë në Maj Poliklinik për të mësuar mënyrën e drejtë të ushqyerjes së foshnjës. Ju mirëpresim.